kryetarët e grupeve parlamentare që të deklaruan, për arsye se iniciativa për procedurat për shfuqizimin e ligjit për vomat e specializuara duhet të kaloj, dërgohet në rend parë në Qeverinë e Republikës Kosovës, për çka na duhet kemi quorumin e kryesisë së kuvendit. Në njëjtën kohë, 43 deputet, do të thotë baza rregullore së kuvendit dhe kushtetuesës, 40 deputet kanë mundësinë në çdo moment të rasin seancën e jashtëzakonshme të përcaktojnë edhe kohën. Edhe më herët, vendimarrja duke pas parasysh se ka mungesë quorumit për ta dërguar projektin në Qeverinë e Republikës Kosovës nuk mundot. Pastaj të qërojtari konfirmoj, a është i njëjti qëndrim i cili ishte edhe më herët, se nëse nuk kemi quorum për ta dërguar në Qeverinë e Republikës Kosovës, atëherë nuk shkojmë në mbajtjen e seancës të jashtëzakonshme ditën e sonme. Ka kryetar të grupeve parlamentare. A është i njëjti qëndrim? Zotëria me të supi fjallë avrim. Zotë kryetar, kjo është kjo serioze, kur 23 deputet vejnë firmat e tyre për një seancë të jashtëzakonshme, obligim është i kryesisë, i nën kryetarëve të jenë prezent, qoftë nëse janë për, qoftë nëse janë kundër. Kjo është një tallje për mendimin tonë. Kjo është një situatë e cila është reale, nuk është as hera e parë as hera e fundit, qëndrimet politike, subjektet politike i bartin ato të cilat të shërojnë. Unë si kryetari i kuvendit kam proceduar në bazë rregullores, edhe jam duke përpiqur që në bazë saj edhe të bëj veprimet e mia vendimarrëse. Urdhron i nderuar Bilal Sherifi, kryetar i nismës. Grupi parlamentar. Po kryetar, situata është e tillë, është e qartë, rregullat janë të tilla. Kryesia, kur 40 e më shumë deputet, 40 e më shumë deputet, kërkojnë një nismë ligjore, kërkohet që përmes kryesisë i dërgohet qeverisë Kosovës dhe pastaj, pasi të marrë në nga qeveria, të dërgohet çështja në seancë. Ne nuk mendojmë që do të shkohet në seancë për të debatuar, ka shkuar në qeveri, kështu që nëse sërish nuk ka quorum, atëherë e tërë kjo, duke se ka filluar në mënyrë që të ngecë në procedura, të mos ketë quorum, njëherë flugo e njëre, herë në tjetëri, është mirë të jemi transparent për qytetarëve, nëse nuk ka vullnet që kjo çështje për shkaqe politike të procedohet, të informohen deputetët në shkrues se kjo çështje nuk shkon në kuvend dhe mënyra e vetme për ta penguar këtë se duhet janë në procedura. Po nuk mendoj që duhet shkojmë në seancë të debatojmë gjatë qoftë sonte, qoftë nesër, nëse kryesia nuk është e gatshme që të lidhet dhe të dërgojë çështjen ashtu siç e bashkë rregulloja në qeverinë e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mendi Krasniqi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit kryetar. Unë mendoj mendimin që duke nisur nga kërkesa goxha specifike e deputetëve nënshkrues, ku kërkohet që trajton seancën e nismë legislative në projekt ligj, dhe për çka ka procedura të cilat nuk mund të realizohen pa pasur quorumin e kryesisë kuvendit, atëherë nuk ka objekt trajtimit seanca sonte dhe për këtë arsye nuk ka asnjë logjik që të mbahet, kështu që nuk besoj që duhet vazhdohet tutje në këtë seancë. Faleminderit shumë për hir edhe të korrekcisë opinionit publik. Në ora 7 kur e kemi takuar herën e parë, kemi pasur mungesë një kolegu të kryesisë për quorum. Grupi parlamentar i Ligjave vendosja përkatësisht kryetari i grupit parlamentar ka kërkuar që mbledhja të rimbahet në ora 9, po shumë se nuk kemi quorum në rrethana të tilla, ne me kërkesën e vet juaj nuk do të bëjmë seancën e jashtëzakonshme. Në njëjtën kohë deri në njoftimin e radhës, pastaj për procedurat e meteme të cilat do t'i kemi për çështjen e cila është ngritur në fjalë. Faleminderit shumë, miropafshim. Do t'ju njoftojmë deputetët QSS, nënshkrues, miropafshim në mbledhjen e radhës.
Faleminderit shumë, Medja, faleminderit shumë për interesin. Po, këtëm.